A përlash me babin shpesh, Simona? Këshiren, na përlom ju për nime, na e bëna kishe kështë veç për hajgore, ka herë kur s'kina qa me thonë, zakonisht kur nisëm për shkollë se që në herë, ta pëdin. Sa ora për qosh për shkollë? Për shkollën e që në 7:10, 7:20. A priton mu qu? Kaj herë po, kaj herë ju. E kur të niseni për shkollë që aty e keni... Tani kjo shohet nervoz, mbërtet mu pa pasun e faj kur gjo. Shkaj kam faj unë pse kom shku kjo në shkollë. Po tash, qa me bo në tjetër, s'po kam qa me bo. E tani, vish kur s'po folj me të ki po thot, ti e po nervoz me mu ti po përlash. E tani, vish s'po di ma qa me thonë. Unë edhe ka i fil, si s'bën kjo nervoz me mu në ka i fil, lët që shto mbale. Simona, çfarë pyetjet nuk kishe dash kur me ta bo qoftë në familje, qoftë edhe këtu që tash ku jemi neve? A, dhe ma shumë babin ama, në kur. Bravo! Po më pëlqen. Diqysh shumë e nejtë që e përdori një që të pytje, diqysh si kur jo në ashta që s'muni me ndo mamin e babin që të njejtë e ka me dhënë. Okej. Ishte që njonin ma shumë e dërë. Jo, nuk mojës. Momente janë ato. Po kaj herë ndë raste du babin, ndë raste du mamin, ndryshu. Fante mu s'po mdajshë, unë e shkova në shpre. Simona që nga fantastike. Simona, TikTok është shumë aktive dhe ka bo sfidën për mi marrë do lojka për me që babi në ullë që na e kam bajt premtimin, babi. Po e kam bajt, ama halos këna shko se unë vetë pitëm ju. Hershi, tash apëtin, shumë zonë për jenë edhe të postu video dhe detyra dhe tash, ama kjesë vetë kina me shku. O e di bre, hajtë se dhe në shko pak për shumë e marë s'ka dertë. Simona, dhe ti me siguri me zi po pret mja njës shkollës, apo sekret fëmija, ha? Po, thuj po, sekret thuj në qështë do, po. Televizion do të më thonë po. Po, thuj, po. Ku me zë shumë jam zu.